Kudo parlamentet janë të ndarë në vendet me pluralizëm. Në vendet moniste nuk ka pluralizëm parlamentar. Në vendet tjera ka pluralizëm parlamentar. Në Shqipëri ka pluralizëm, por shtypet pluralizmi parlamentar, shtypet pluralizmi politik. Mënyra se si procedohet është absolutisht e pa imagjinueshme për parlamentin. Është e vërtetë se opozita mund të teprojë në qëndrimet e saj, por kjo nuk do thot kur të shkatërrohet parlamenti dhe parlamentarizmi. Dhe në fundit opozita nuk ka detyrë tjetër përveç se të qëndrojë opozitë. Është një fillim i frikshëm i parlamentit këtë vit. I pa jashtë çdo lloj është nxjerrë jashtë çdo lloj konteksti. Kur nuk mund të ndodhte që programi 4 vjeçar i qeverisë dhe ministrat të votojnë 28 minuta. Asnjë pushtues, edhe pushtuesit që krijoi një qeveri, nuk i imponoi një gjë të tillë një parlamenti. Ndaj dhe tregon se ne kemi përsëri një rrugë të vështirë dhe gjatë për të bërë. Por zhvillimi i parlamentarizmit, konsolidimi i parlamentit është kushti më themelor i një sistemi demokratik. Për të mbrojtur një sistem demokratik. Sfundi, prap do kthehem tek ajo çka thash më parë. Kur parlamentari, deputeti, politikani nuk do të shkelmbojë mbi ndërgjegjen e tij. Atë çka ai beson dhe ka bindje, atë ai duhet ta mbrojë. Duhet të jetë vetja e tij. Duhet të jetë vetja e tij. Ju uroj shumë suksese dhe ju uroj një karrierë briljante parlamentare. Ju garantoj se në çdo funksion që të merrni mision të tillë fisnik si atë deputetit nuk do të gjeni. Shumë faleminderit.